Unë kam shprej gatishmëri, qoftë kryetarit Hamza të PDK-s, qoftë kryetarit Abdi Gjiku të LDK-s, që në nënshkrimet e nevojshme, që mund t'ju nevojiten për kandidatë e tyre, t'u asigurojmë ne vetëvendosës. Nuk është pranuar një gjë e tillë, pra nuk kanë mbledhur në nënshkrime të vetat për propozime të vetat. Nuk kanë dhënë në nënshkrime të vetat për propozime të tjetërkuj. Nuk kanë pranuar në nënshkrime tonat për propozime të tyre. Nuk kanë pranuar as ndihmën tonë në formë të nënshkrimeve për propozime të tyre që mund të jenë edhe jashtë partive të tyre. Dhe gjithashtu nuk janë përpjekur që me njëri tjetrin ta bëjnë një kandidaturë të përbashkët, sepse dhe kjo është e mundshme. 22 plus 15 bëjnë 37, mos e mjaftueshme. Edhe nëse disa s'japin në nënshkrimet, PDK dhe LDK kanë mundur ta nxjerrin një kandidat. Kur ja shtojmë edhe 6 deputet të AK-s, 43, kjo është mos e mjaftueshme që ta kenë një kundërkandidat. Nuk ka pasur fare interesim edhe vullnet, prandaj më vjen keq që atmosfera e mirë që kishim nuk u përkthye as në hapa konkret se lëre më në marrëveshje e cila ishte nevojshme. Dhe ju e dini se çfarë bëm ne? Të vetmen gjë që mund ta bënim. Ta nxjerrnim ne një emër. Glau Konjufsën nuk e kemi nxjerrur 30 ditë para ditës së djeshme. Po më pak se 30 orë para ditës së djeshme, kur u thirr seanca afër mesnatës. Ne kemi dashur që t'ju japim shans të tjerëve. Por në të njëjtën kohë nuk kemi dashur të hyjmë në 24 orëshin e fundit pa pasur asnjë emër askush. Se nuk është mirë për shtetin e Kosovës. Po hin në 24 orëshin e fundit për zgjedhur president dhe askush asnjë emër. Prandaj një ditë para ne e nxorrëm Glau Konjufsën. Mirë po, ju e keni parasysh. Veç me një emër kandidat për president, nuk është e mundshme që të filloj seanca. Duhen 2 emra që përbëjnë minimumin e garës dhe më pastaj fillon seanca. Dhe nuk e nxorrëm me një herë Fatmire Mulhaxha Kullçakun. Diskutuam gjëre gjatë në kryesi e në grup parlamentar. Dhe përderisa Glaukun si emër kandidat për president e nxorrëm më pak se 30 orë para skadimit të afatit, kundër kandidatin e tij, Fatmire Mulhaxha Kullçaku, e nxorrëm më pak se 3 orë para skadimit të afatit. Sepse nuk dëshironim që t'impononim dikuj tjetër shumë herët emra. Kur u pa që është e pamundur të marrë ndonjë emër, qoftë prej kryetarit Bedri Hamza, qoftë prej kryetarit Lumir Abdi Gjiku, vetëm atëherë ne kemi nxjerrë emra. Unë kam pritur të më japin ata emra, nuk më dhanë emra. President pa emër nuk ka. President anonim s'është e mundur.